Dashi, mos humbni sot për asnjë vendim, pasi çdo veprim i nxituar mund të sjellë vështirësi të panevojshme. Për ju në çift, dita do jetë po ashtu e qetë dhe surprizat do shfaqen në kohën e duhur. Prisni me besim dhe lejoni që emocionet të lulëzojnë vetvetiu. Për beqarët, pijet nuk do jenë aleaf të princit të kaltër. Përpiquni të mos e humbisni kohën në kërkime të nxituara, sepse lidhja e vërtetë do vijë me natyrshmëri. Në punë, përgjegjësia juaj do të vlerësohet. Mos hidhni hapa pa qenë të bindur, por bashkëpunoni me kolegët për të marrë perspektiva të reja. Financat, megjithse kërkojnë shpenzime të paplanifikuara, do mbeten nën kontroll nëse ruani disiplinën dhe analizoni çdo faturë para pagesës. Demi, keni kujdes nga impulsiviteti sot, sepse vendimet e nxituara mund të ju kushtojnë emocione dhe burime. Në lidhje, pavarësia individuale duhet balancuar me tolerancën. Pa bashkëpunim, do hasni probleme të panevojshme. Për beqarët, takimet që do zhvilloni nuk do jenë thjesht xhelozi e parë. Një person interesant mund t'ju afrojë me pasion, por është e rëndësishme të verifikoni sinqeritetin para se të angazhoheni. Në punë, mundësitë e reja do jenë të dukshme, por veproni me maturi. Analizoni kushtet dhe kërkoni këshilla kur nuk jeni të sigurt. Financat do jenë të shkëlqyera, kështu që mund të realizoni edhe shpenzime për kënaqësi personale, por gjithmonë brenda një plani të arsyeshëm. Binjakët, sot do I merrni gjërat me qetësi dhe pa presion, duke krijuar një atmosferë harmonike në çift. Do shprehni dashurinë pa frikë dhe do përjetoni çdo moment me pasion. Beqarët do marrin vendime të guximshme që do ndryshojnë rrjetën e jetëve. Një takimi mund t'ju hapë një kapitull të ri plot emocion. Në punë, stabiliteti profesional nuk do ndikohet nga trazirat, prandaj vazhdoni me besim në projektet që keni nisur. Kërkoni këshilla tek specialistët për të menaxhuar buxhetet e këtij projekti. Kur bëhet fjalë për financat, konsultoni me ekspertë të fushës. Ata do ju ndihmojnë të merrni strategjitë më të përshtatshme për të ruajtur ekuilibrin dhe ardhmërinë. Gafovja. Hëna dhe urani do ju shtyjnë drejt kërkimit të lirisë personale, por keni kujdes në mënyrën se si e shprehni revoltën. Dialogu I qetë në çift do përmirësojë çdo keqkuptim dhe do rikthejë besimin. Beqarët do përkëdhelen nga ndikimi I yjeve për një ditë të bukur dhe premtuese për takime. Mund t'ju ofrohen mundësi të reja dashurie, prandaj hapuni për njohje. Në punë, angazhimi për të përfunduar detyrat me orë të zgjatura do çojë drejt rezultateve të dëshiruara. Ndihma e kolegëve do jetë vendimtare për të shmangur lodhjen. Financat kërkojnë maturi. Ruani një balancë të arsyeshme mes shpenzimeve dhe kursimeve, për të mos e lejuar buxhetin të dalë jashtë kontrollit. Luani. Në vend të nxitimit, kërkoni të kuptoni thelbin e çdo sfide sot. Realizmi do jetë antidoti kundër konflikteve. Në çift, pas debateve të së shkuarës, një distancë e shkurtër mund t'ju ndihmojë të riktheni qetësinë dhe të rishikoni planet afatgjata së bashku. Beqarët, edhe pse takimet do jenë të shumta, nuk duhet të nxiten. Një lidhje e qëndrueshme lind kur dy njerëz ndjejnë siguri dhe respekt, jo vetëm pasion të momentit. Në punë, menaxhoni projektin me qetësi, mbështetuni te intuita dhe kërkoni vlerësime nga të tjerët. Kjo qasje do çojë në rezultate të suksesshme. Financat për shkak të borxheve mund të kenë tronditje të vogla. Planifikoni pagesat me kujdes për t'i shmangur vonesat. Virgjëresha. Dielli do ndriçojë mendimet tuaja me pasion dhe optimizëm sot. Në çift, marrëdhënia sentimentale do jetë e jashtëzakonshme. Surprizat dhe emocionet do vinë njëra pas tjetrës, duke ringjallur gjallërinë e fillimit. Beqarët duhet t'i vlerësojnë sinqerisht ftesat. Një person më I ri dhe misterioz mund t'ju tundojë, por përgatituni me durim për t'i hapur zemrën në kohën e duhur. Në punë, menaxhimi I detyrave do jetë I qetë dhe produktiv. Shmangni shurmën e panevojshme dhe bashkëpunoni me kolegët për të përmirësuar rezultatet. Financat do mbeten të shëndetshme. Me planifikimin e duhur, do arrini të kurseni dhe të ruani ekuilibrin financiar pa stres. Peshorja. Gjatë kësaj dite Mërkuri do ju bëjë jashtëzakonisht të përgjegjshëm dhe të matur në çdo veprim. Në marrëdhënien sentimentale do jeni të përkushtuar dhe do sakrifikoni dëshirat tuaja personale vetëm që të shmangni çdo debat të panevojshëm. Do hiqni dorë nga disa teka për të ruajtur harmoninë me të dashurinë e zemrës. Beqarët do hedhin deklarata të forta dashurie, duke përdorur shkatësim për t'i tërhequr ata që përqejnë. Guximi do shpërblehet me afrim emocional. Në punë, modifikimet e vogla në projekt do jenë të nevojshme për sukses të plot. Mbështetja e kolegëve të vjetër do jetë vendimtare. Financat do jenë të qeta dhe pa vështirësi, duke ju lehtësuar çdo blerje të menduar mirë. Akrepi.
Kjo ditë do jetë tepër intensive për ju, por komunikimi I hapur do ju shpëtojë nga çdo krizë. Në lidhjen nuk do ndihemi as pak mbitim negativ nga planetet. Veproni sipas ndjenjave dhe do shihni zemrën të mbushet me gëzim të përhershëm. Beqarët do braktisin çdo detyrë tjetër për të përkushtuar jetës sentimentale dhe kërkimit të dashurisë. Mund të keni fat me një takim befasues. Në punë, kolegët do jenë aleat, jo rival, duke bërë çdo projekt më të lehtë për të realizuar. Megjithatë, në menaxhimin e buxhetit ekziston rreziku I impulsivitetit. Shmanni blerjet pa kritere për të parandaluar gabimet e pafalshme financiare. Shigjetari, Mërkuri dhe Urani sot do jenë në kundërshtim, ndaj duhet të jeni ekstra të vëmendshëm për të shmangur traziret. Në çift, intensiteti do jetë I lartë, do ndjeni rrahje të forta të zemrës dhe buzëqeshja nuk do ju largohet asnjë çast. Beqarët do tërheqin vëmendjen nga shumë persona, por ata do preferojnë të shtyjnë vendimet e mëdha për pak kohë, duke vlerësuar çdo emocion para se të angazhohen. Në punë, përpikmëria ndaj planeve të mëparshme do të çojë në rezultate të suksesshme, do jeni shembull I disiplinës dhe profesionalizmit. Financat do jenë të kënaqshme dhe pa tronditje të mëdha, për sa kohë që ruani kursimet dhe shmangni shpenzimet impulsive. Britsjapi, gjatë kësaj dite do ju nevojitet durim dhe vullnet për të përballuar çdo sfidë. Në lidhje, durimi është çelësi. Partneri mund të ketë teka dhe t'ju kërkojë fleksibilitet, prandaj mos I kundërshtoni verbërisht për të shmangur konflikte të panevojshme. Beqarët do ndihen të dëshpëruar nëse nuk arrin menjëherë princin e të mres, por duhet të ruajnë optimizmin, sepse takimi I duhur mund të vijë pas pak kohe. Në punë, besimi në vetvete do ndikojë në suksese befasuese, do lëm pas çdo pengesë dhe do habitni të gjithë me arritjet tuaja. Financat, me fatin më të mirë që keni fituar, të jenë të qëndrueshme dhe pa fokus negativ, duke ju lejuar pak luks të menaxhuar mirë. Ujori. Sot do kuptoni rëndësinë e marrëdhënieve të mira. Miqt do jenë mbrojtës dhe armiqt duhet shmangur për të ruajtur qetësinë. Në çift, marrëdhënia sentimentale do lulëzojë. Emocionet do shtohen çdo orë, pasi askush dhe asgjë nuk do mund t'ju pengojë. Beqarët nuk do të kenë kohë për të menduar shumë rreth dashurisë, prandaj kur takimet befasuese të vinë, shfrytëzojini pa hezitim. Në punë, aftësia për të përqendruar do të çojë në sukses. Edhe pse mund të ndjeheni të lodhur, rezultati do jetë për te I pritshmërive. Financat nuk do kenë vështirësi të mëdha. Me pak kujdes, mund të siguroni fond rezervë, pa prekur buxhetin për nevojat themelore. Peshqit. Gjatë kësaj dite do ndiheni plotësisht në kontroll. Asgjë dhe askush nuk do destabilizojë ekuilibrin tuaj. Në çift, marrëdhënia do jetë e begatë dhe e qëndrueshme, me ndjenje të ndara hapur dhe zgjidhje të përbashkëta për çdo pikë pyetje. Beqarët do kenë një takim të veçantë që mund të kthehet në një lidhje të fortë sapo të jeni gati të hidhni hapin e parë. Në punë, fillimisht mund të ndjeheni pak përtas, por më pas do mobilizoheni dhe do arrini majat e suksesit, duke treguar se zotësia juaj është e pashmangshme. Financat do përmirësohen më shpejt se sa prisni, fal një shpërblimi të majm ose një bonus ekstra që do ju mbush me qetësi.